Avenir Dani, portieri minjor i Vllaznisë, si dikur në portën ku që bjolla sot përballë ekipit spanjoll me veteranët e ardhur nga Spanja. Urime për performancën në rrugën e portës. Faleminderit, thjesht kënaqësi, mos periudhë kohet. Kënaqësi mu mbledh me shok, mu mbledh me ekipin që ku ki arrit niveli, ki arrit rezultate, plus edhe një kundërshtar tillë siç është Valladolid, është kënaqësi më e madhe. Thjesht kjo është një kënaqësi edhe për ne, po përpiqemi që të bëjmë edhe një ekip veteran që krijojmë edhe një aktivitet me skuadra të tjera, jena në komunikimi e sipër që po përpiqemi edhe mos e zhvillojmë edhe më tepër me këtë aktivitet. Gjithsesi është një kënaqësi edhe për ne. Me aq sa mundësi që kena me shpreh, gjithsesi janë kënaqësi të veçanta për ne. Ju kishte marrë malli për portën? Patjetër, gjithmonë ajo është pjesë e jetës time, pjesë ku unë urrita me portën, urrita me për shumë vite e mbrojta, për shumë vite edhe punova edhe si trajner. Pavarësisht, kjo është pjesë e jetës, kjo është pjesë e kënaqësisë tonë që mbetet gjithmonë. Cili është momenti më i bukur i karrierës sportive të Avenir Danit? Gazetë është një karrierë paka shumë gjatë që e pata. Mund të veçoj që momentet e bukur të mia janë gjithmonë ato ndeshjet ndërkombëtare, si me kombëtaren që kam luajtur ashtu edhe me Vllaznin kupat e kampionëve, ato janë që meten edhe si nostalgji dhe si meten edhe si nivelin i lartë. Pavarësisht më në kampionat shqiptar, përgjegjësia jonë ka qenë më shumë maksimale në çdo ndeshje gat, se jemi një shumë me përgjegjësi në çdo ndeshje, ne nuk kemi parë e dopt apo bjem për kategoritë, kemi pas përgjegjësinë e qytetit, kemi pas përgjegjësinë e tifozërisë. Dihet që tifozëria është shumë e madhe, ka qenë shumë e madhe, stadiumin kohën tonë ishte i mushur plot për plot. Kjo ishte sado që edhe ti ta neglizhonte, nuk lete tifozëria të ishte me përgjegjësi të vogla. Avenir Dani, faleminderit. Faleminderit edhe juve.